Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babu istihbab tahsin as-sawt bil-Quran. Është e pëlqyeshme që njeriu ta lexojë Kur'anin bukur. Pra, nuk ta lexojë si gazetë, po ta lexojë me melodi, ta lexojë me intonacion, duke përmbajtur rregullat e tajvidit, pra duke përmbajtur ato rregulla që ka leximi i Kur'anit, janë nxjerrja e shkronjave nga vendet e tyre, mos ndryshimi i cilësive të shkronjave, tretja e shkronjave, tretja e zanoreve. E kështu me radhë, ka disa që quhet rregullat e tajvidit, pra rregullat e zbukurimit të leximit të Kuranit, rregullat e leximit të Kuranit, pra me to leximi i Kuranit bëhet edhe më i bukur akoma. عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن يريد يجهر به. Abu Huraira radiallahu anhu tregon se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu ka orientuar profetët, pra pejgamberët, që ta lexojnë bukur Kur'anin. Allahu xhallahu ka orientuar pejgamberin para rastit të pejgamberit alayhis salam me lexu sa më bukur Kur'anin, dhe çdo pejgamber i Zotit e ka pas librin e tij që e lexon të bukur dhe mirë. Pra Zoti i Madh nuk ka gjë që do më shumë se sa leximi i bukur të Kur'anit. Zoti nuk ka gjë që e do më shumë dhe që e dëgjon më së shumti se sa leximin e profetit bukur Kur'anit. Pra këtë ideja cila është, pra ideja është leximi i bukur i Kur'anit, leximi melodioz i Kur'anit, leximi me, siç e tha njëri dje, me vijë melodike. E shkruajti njëri tha me vijë melodike. Kështu që ideja është duhet të lexojmë mirë, më duhet të lexojmë bukur Kur'anin, sepse ai është i bukur, po leximi i bukur e bën atë edhe më të heqës. Zoti Allahu xhallahu nuk ka gjë që dëgjon më shumë se sa leximin e profetit bukur të Kuranit, leximin e Kuranit bukur nga ana e profetit. Nuk ka problem se si mund përshtatet ndryshime. Pra ideja është të lexohet Kurani sa më bukur dhe mirë duke përmbajtur rregullave. Pra jo lexim bukur pa rregulla, po as rregulla pa lexim bukur. Të jenë koordinuara bashkë. Abu Musa radiallahu anhu tregon se një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dëgjuar atë që po lexonte Kur'an. Kush? Abu Musa al-Ash'ari, nga Yemeni. Abu Musa është nga ato sahabët që kanë ardhur me anije nga Etiopia, me emigrantët. Ai nuk ishte emigrant, ta u nisën nga Yemeni për të ardhur në Medinë, i hipën anijes. Anija i zbritin në Abisini. Në Abisini gjetën musliman të bogati me ardhur në Medinë, ishën njëtës anije dhe erdhën. Abu Musa është një nga këta, domethënë. Mirë, pra ka pas lexuar Kur'anin shumë bukur. Një natë ka kaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam afër shtëpisë tij, dhe ai po falte namaz natë, po lexonte Kur'anin. Të nesërmen kur e ka takuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abu Musa, i ka thënë: "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud." O Abu Musa, Allahu ty të ka dhënë një nga meloditë që i ka dhënë familjes së Daudit alayhis salam. Daudi alayhis salam ka pas melodi më të bukur të leximit. Kur lexonte Daudi alayhis salam Zeburin, edhe zëqt ndalojshin ose e shoqërojshin. Malet, gjethet e pemëve, gjithçka përshtatej me kënimin që bënte Daudi alayhi salatu wasalam. Pra nuk ekziston dikush që të ketë lexuar më bukur se sa Daudi alayhi salatu wasalam. Normalisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Kur'anin s'ka një që mund të lexojë më bukur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Ai shumë i ka bërë përshtypje pejgamberit sa në dhimbje e Musës, se që ka thënë ty të ka dhënë Zoti një nga melodit, një nga vijat melodike, si shta i vllai të Davudit alayhi salatu wassalam. Mirë dhe se Zoti shpërblet. Pra ideja është ta lexojmë mirë dhe ta lexojmë bukur Kur'anin. Kur e lexojmë atë në zë të lartë, se nëse dikush e lexon atë në zë të ulët, ka tolerancë. Pra dikush e lexon kështu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil ghaibi alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma saya'lamun. Zotul nuk ka bërë, ama ideja kur e lexon në zë të lartë, atë do të lexojmë mirë. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kella kur e zëmë zë të lartë, në zë të ulët ka tolerancë, nuk ka problem. Pra më thush, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi. Ka tolerancë kur e zëmë zë të ulët, dhe kur e zëmë zë të lartë do të më thonë hakun, si më thëmë kur dikush bëhet imam, ose kur dikush fal vetë namaz natë për shembull, ose do më lexo Kur'an në një vend që është hapësirë, që s'pengon njëri, që s'shqetëson njëri, atëherë t'i japi hakun leximit, sepse kur lexohet Kur'an prezantojnë me lajket. Kur'anin nuk e kanë me lajket. Për këtë arsye kur lexohet Kur'an, me lajket garojnë për të prezantuar aty. Dhe sa herë që njëri thotë, njëri për burrat të mokshëm, lexon Kur'an, është një melek që e pret fjalën e tij, e merr direkt melekun. Nuk e lën meleku Kur'anin të shkojë. E merr nga goja e lexuesit direkt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.